Familje që ka ikur, ka lënë fëmijët dhe unë shkojnë ke policia i them që të bëj një ankesë për familjen time. Dhe ajo ka ikur, ka lënë gjithmonë ajo mi ka bë sa e më ka ik 30 jetë që ka ik, sa e gjen një momenti që unë një këtë kokën, ajo ikën. Tashi, unë të kërkoj të drejtën time, që ajo se du t'iki, se du t'i le fëmijët kështu. Kur unë punoj, kur unë i bi lekun, kur unë ja se lekun edhe të shmerën nga lekua, nuk e di se nga e ka. Dhe për mu nuk ja vlen ma që unë të maj. Kam një fëmijë të smurë, do më thënë 4 fëmijë, do më thënë, një e kam 3 vjeç, një e kam 4 vjeç, tjetër e kam 5 vjeç, tjetër e kam 7 vjeç, do më thënë. Dhe nuk kam që t'i përbëlloj vetë në shtëpi, sepse unë takën e nanën time kam të shumë smurë, ajo nuk i përbëllon do të vetë që unë do i ki punoj. Unë për denatësoj se për kalan fëmijët për bratisë, do më thënë, që më kalan fëmijët edhe ka ikur. Nuk do t'a di fare për fëmijët fare. Me ikën si kur i thot njëri ikë, fëmijët do t'i majën. Jo, ikën, që i thot ruri, ben. Mesazhi është, do më thënë, që unë ajo që unë e kam shumë të rëndë, se iku, se bëri, unë do më thënë, tikit me të futën burë të shi, me këtë gjë. Se më ka punu 30 herë, i folja, mos, nuk me bën gjë, thot. Policia shtetit thot nuk me bën gjë. E ke denoncuar dhe në polici për braktisje të fëmijëve? Po, bile s'ka fermos atje, ka qenë një me syze, nuk e di si e kishte emin e qevi, dhe po i ke njëre, ku do që ti kështë ti do të gjemë. Tani unë drejtohem, ato asë, më thonë gjasë, për cilin ikë se që do t'a marrë shprapë, unë nuk e mërë. Dhe diçka, sa e vështirë është, ta bëra pyetjen pak më parë, për një prind, për një baba si ty të kujdeset për 4 fëmijë të vegjël. Nuk kam si kujdesën vetëm, dhe unë nuk i mbaj dot, po si e një që t'i mbaj fëmijët e mi që edhe unë punoj, tajnë e pinë ato, që unë nuk kam që t'i mbaj. Rridhe vetë pa punë, unë s'kam ku t'i gje, legët që t'i mbaj, dum tanë ato, Kosin e dum, Bravën i dum, gjitha i dum, Vebelinat i dum, që unë nuk e përbëlloj dot.